Ti mbleti rikapituloj, më leja. 127 delegat nga 355 kanë nënshkruar mocionin në cilin pyetja është sikur... A mund të flas pak, faleminderit. 127 delegat të kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë nënshkruar një mocion që është sui generis në fakt në nivel rajonal, sikur asnjëherë më parë. Mocioni thot a duhet të shkarkohet kryetari për shkak të rezultatit të zgjedhjeve. Po jo. Kjo është pyetja, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e partive politike në rajon me sa arrita të lumtoj një pyetje e tillë për kryetarin aktual. Çka ndodh? Duhet të jenë të paktën 177 prezent në sallë kur të mbahet kuvendi, mënyrë që të mbahet kuvendi. Në momentin që mbahet kuvendi, pra, ekziston 178, po, një më shumë 178. Në momentin kur mbahet kuvendi, pastaj shumica prezente vendos. Pra nuk është e domosdoshme që t'jenë 178 vota kundër Abdigjikut për të rëzuar Abdigjiku. Shumica atyre që janë prezent mund të arëzojnë. Pra mund të rëzojnë, nëse janë 200 delegat prezent, duhet 101 të votojnë për të arëzuar, ose sikur që ndodhi në zgjedhjet në kuvendin e kaluar, kur ishin 300 delegat prezent, dhe me 160 vota, në fakt, fitoj Abdigjiku, me 160 që ishin kundër dorëheqjes së tij. Kjo është ka po ndodh brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë informacionet tona tregojnë që në fakt kampet janë shumë më të rivalizuara se sa që duhet, përçarja shumë më e madhe se sa që duket në parim, por po e them edhe një herë, tek kampi i të paknaqurve nuk ka një kandidat të vetëm që do ta preferonin për kryetar, nuk është as përparim Ramaj, nuk është as njëri nga kandidatet e tjerë që do të gëzonte mbështetjen e gjithë të tjerëve. Qëllimi është për ta dërguar partinë në zgjedhje. Me që ja vlen me potencial që kjo golet statutit e LDK-s. Po është. Iniciativa që është marrë është komplet statutore e LDK-s. E ka të parapomer në statut që